Disa fjalë që nëse i thua, peshojnë peshorën e veprave të mira më shumë se sa të rish me orë të tëra duke përmend Zotin e gjithësisë. Tregon Xhuwairia, ka qenë bashkëshortja e profetit alayhis salam, nona e besimtarëve, Zoti qoftë i kënaqur prej saj. Thot një ditë profeti alayhis salam del herët pra prej shtëpije. Ndërkohë Xhuwairia ishte në vendfaljen e saj. Profeti alayhis salam u kthy pas pra disa orësh. Ndërkohë e gjen Xhuwairien në të njëjtin vend. I thot profeti alayhis salam, kam thonë, thot, pra siç kuptohet prej hadithit, 4 fjalë, 3 herë, të cilat pra nëse vendosen peshore, pra peshojnë më shumë se sa ajo që kishte bërë, pra kishte thënë Xhuwairia gjatë kësaj kohe. Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Thuaje këtë dhikër 3 herë. Shpërblim i madh. Dhe ne, alhamdulillah, kemi mundësi sa rin telefon, sa je në rrugë, sa je në trafik, sa je duke gatuar dikush, duke rregulluar shtëpinë, subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Motër e nderuar, vllai i nderuar, mbushe kohën tënde me përmendjen e Zotit gjithësisë. Alhamdulillah, është mirësi e madhe që Zoti i gjithësisë të ta mundësoj ta përmendesh atë. Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Boje këtë dhikër, Allahu i rujt.